Për te çdo pritshmërie, duke marrë parasysh dy ekipet që përballeshin finale, të gjithë prisnin që do ishte një ndeshje spektakolare, por faktikisht ishte një ndeshje shau, le të themi. Në aspektin taktik ishte një kryevepër. Por ajo që të bën habi është si Arteta e lëshoi pikërisht atë kryevepër që po bënte deri në momentin që Paris Saint-Germain shënoi gol. Një ndeshje e nisur nga Arteta, një rreshtim taktik kryevepër, i favorizuar këtu edhe nga goli i shnuar që në fillim nga Kai Havertz, dhe Arteta që kishte rreshtuar ekipin mbrapa komplet në 11 komplet në 30 metrat e fundit, nuk po i linte asnjë hapësirë Paris Saint-Germainit, dhe realisht paktën lojtarët kyç të Parisit, sidomos dy mesfushorët si Vitinha, si Joao Neves, nuk po bënin dot asnjë lëvizje, ishin komplet të bllokuar. Gjithashtu, Kvaratskhelia që dubloi në çdo moment, nga krau tjetër Dembele që nuk ishte në formën e tij më të mirë, dhe Doué gjithashtu. Po, siç e thash, një kryevepër e Artetës që arriti të shënoi që në fillim me Kai Havertz, dhe u duk sikur ndeshja do mbyllej e tillë, një takticizëm i pastër i Arsenalit, realisht më pëlqeu jashtëmase, duke qenë se jemi edhe fansa të futbollit italian, një catenaccio e mirë fill, le të themi. Dhe mbyllet kështu pjesa e parë, dhe realisht ajo që nuk arrit kuptoj është pse Arteta e ndryshoi skemën, sepse mund vazhdonte fare mirë, duket që po e mbronte realisht, po e mbronte rezultatin shumë mirë, nuk po rrezikonte asgjë, edhe pse ishte rreshtuar shumë brapa, por po të vini re që me fillimin e pjesës dytë po shija një pressing. Arteta e ngriti ekipin lart, Arsenali po bënte pressing që minutat e para, në mënyrë tillë që la dhe hapësira mbrapa, dhe pikërisht kështu erdhi edhe goli, ai rast, le të themi, i Gvarës që fitoi atë penallti. Më duket komplet e pashpjegueshme dhe shumë e habitshme pse duhet ta ndryshojë skemën. Unë jam dakord që nuk mund mbrohesh në 90 minuta, por praktikisht ti nuk po rrezikoje asgjë. Pse ishte nevoja që ti duhet ta hidhje ekipin në pressing? Domethënë, kjo më bëri shumë habi dhe më duket, të them vërtetë, më duket se Arsenali pikërisht aty e humbi. Më pas, patjetër, psikologjikisht, po edhe fizikisht Arsenali ra, Parisi pati rastet e veta, kështu mbyllet ndeshja, sepse të gjithë e keni parë mbyllet ndeshja 1-1, më pas në kohën shtesë, ajo kohë shtesë që për hir të vërtetës u vulos me atë gabim trashanik të arbitrit, sepse një penallti e pastër e pa dhënë për Arsenalin në shtesën e parë, le të themi, sinqerisht penallti e pastër, edhe vari e gjykoi, sepse ndërkohë kishin komunikim me kufjen me arbitrin, po u prish, realisht u prish, sepse Arsenali e meritonte të paktën atë penallti. Më pas se çfarë do ndodhte është tjetër histori. Goditjet e penalltive më pas, le të themi, ishin penallti të realizuar shumë mirë, sidomos ato të ekzekutuara shumë mirë, sidomos ato të Paris Saint-Germainit, penallti fantastike, le të themi, dhe dy gafa, dy lojtarë, sidomos nga Gabriel të vjen shumë keq i fundit që e humbi atë penallti. Gabriel që ka bërë një sezon fantastik për Arsenalin, Eze pak më parë, të vjen shumë keq, edhe pse është ruleta e penalltive, është hyn fati në mes, megjithatë edhe aftësia është. Kështu Paris fiton për dytin vit rresht Champions League-ën, një Paris që për hir të vërtetës, për ecurinë që ka bërë, sidomos mbas ndeshjeve të fazës parë Champions League-s, me ato përballje ku eliminoi Chelsea, Liverpool, Bayern, domethënë pati përballje shumë të forta, realisht tregoi një forcë shumë të madhe të ekipit, lojtar fantastik, ku do evidentoja të paktën në këtë edicion Champions League-s, përveç dy mesfushorëve që realisht janë të mrekullueshëm, Vitinha dhe Joao Neves, do evidentoja Kvaratskhelia, që për mendimin tim, po të mos ishte botërorin mes, Kvaratskhelia meriton topin e artë. Urime Parisit, vjen keq për Arsenalin, po siç e thash, një ndeshje të paktën pjesë parë interpretuar në mënyrë fantastike nga Arteta, akoma mbetet në pikpyetje, nuk e di nëse ju mund ma shpjegoni pse duhet ta ndryshonte skemën dhe qasin e ekipit në fushë, pse duhet hidhesh në sulm, filloi të bëje pressing, se mund ta kuptoj të paktën nëse ty nuk do të funksiononte, po ty po të funksiononte skema dhe praktikisht nuk po rrezikoje asgjë. Megjithatë, urime Paris Saint-Germain, të vjen keq për Arsenalin, një Arsenal që diti të miksoj, le të themi, Arteta këtë vit, këtë sezon paktën, dhe këtu marrshkas edhe nga Premier Liga, diti të miksoj dhe futbollin e shpejt, futbollin spektakolar, por gjithashtu edhe takticizmin, pra catenaccion, diti ta përdorë në mënyrë më të mirë të mundshme, për hir
për ironi të fatit le të themi pikërisht sot kur duhej akoma më shumë erdhje i gabim. Megjithatë, ky është futbolli, pam një sezon fantastik të UEFA Champions League, shpresoj të jeni kënaqur edhe ju, unë për vete u kënaqa edhe pse Interi jo nuk eci. Megjithatë, ju përshëndes të gjithëve.